Tregu i Fushë Kosovës, çdo të martë, mbledh blerës të shumtë dhe tregtar nga vende të ndryshme të Kosovës. Aty shiten produkte ushqimore dhe jo ushqimore, kryesisht vendore. Beqir Ahmeti ka mbi 1 hektar tokë të mbjellë me perime në gadime të shtimës, ku kultivon speca dhe lule, e të cilat i shet në këtë treg. Shtatëdhjetë vjeçari çdo të martë del në tregun e Fushë Kosovës, ndërsa ditët e tjera në tregje të tjera të Kosovës. Prodhimi ka qenë i mirë, po edhe tregu nuk ka qenë që tash, po ka ra shpejt e shpejt. Tash jemi detyru gjithë martë me orë këtu në Fushë Kosovë. Kem halapa nuk, që kjo bore na ka dëmtu pak, na i ka ndërprej punën, po që ka me bo, jem prodhus edhe i lulev, i kom me sera, punoj me bujqësi, punoj me familje, edhe i kom do gra i marë me punu, do punëtore i marë, që ka janë aty në fshat, edhe mirë është puna. Qatë gjithë në unë e vdes, kështu ma mirë po punoj edhe, ma mirë është puna me punu, qaj që punon, inshallah gjithë ka. Po edhe ata që s'punojnë, inshallah kanë. Me prodhu, dhëtë me prodhu. Pse këtu janë krejt bio, se po vinë prej jashtit, qka s'po vjen, po këtu jenë bio, jenë me ujtë të bunarit, puksa vjen vadit, me sistem pik-pik. Po aj që punon, përfiton. Po ka dhe shpenzime, po edhe fiton. Ma mirë është me punu, se me marrë me punë të këqia, edhe apeloj të tri që ka vend në Kosovë me punu, kur dënë me punu, edhe këtu jetohet. Unë e këtë djelë t'i kom këtu, mirë është, për familje tem është mirë, punojnë me gjitha për familje tem mirë, po përgjithsin Kosovë është mirë. Mirë është me punu, mirë është me punu. Se Kosovë është vend prodhus për çdo sen që e prodhon, në botë prodhohet edhe këtu, edhe në Kosovë e bënë. Një tjetër tregtar është Mirësim Llugaliu nga Podujeva. Ai shet shpes të ndryshme në treg. Kem shota, gusa, pula, gjela, kemi edhe qura për momente s'kalmet, shtyllojnë, këtë në 7 të bia. Po të vorë, të 34 të se i kam që për momente, që të thashtë. Do kanë shqit, do kanë kalmet pashit, veç që zakonisht dhe në 50 e bina të martëve në këtë pasartë. Gjelë ka 15 dhe 20, pula ka 10, 15, shota është 10 euro, ka 15, 30 është kjo gusa me mozë, ja për vrejnë që është më mbrapa. Qonë është 50 euro, shura 30, që shtojnë të shqimi ndryshme. Ka dhe shpesia, po do se kemë për momentin. Për të hasë katullit të në që të mbijet, ashtë mishë që i përpërdurin, që të thartë edhe na, është mire puna, mire. Do dhe në të rënata me ditë, me ato që janë të rritën brena. Këto e në natyrë në rritën në fshatë, e kanë mishin ma të mbirë, ma cilësur, shqinë e ka ndryshme dhe ma të mirë. A që i përdura e dinë. Edhe blerësit janë të rregullt në treg, ndonë se çmimet për ta janë të larta, krahasuar me ekonomitë familjare. Treg dalëm çdo të martë ashtu, blejmë diçka, çmimet janë katastrofë, pensioni 120 euro, qa me fol, po, mësë jem të këtë lira, petë ma mirë, inshallah bënë të mirë. Për 2 pleqë, pensioni me konë, hajde mas pakti 500 euro me konë, për 2 vetë. A i 150 euro shkojnë barna këto, unë s'përdori, por shuve që e qështu. Ma shkër të trupë, jo mirë puna. Që është qimë kisa dush me ble, pare s'ka. E qështu, jetëm qështu, ke kërkuj. Me mujt njeri, me kalu mirë. Shala bat mirë, a? Këm ble pak spanaq, edhe dolak në i këm ble, por rrek qështu diqka bio që. Zakonisht këtu i bani blerjet për shpe? Po, çdo javë dalëm blerje. Po për çmimet, sa ju përshtaten? Çmimet janë pak shtrajt, po s'kem qa bojmë, të në anë që ashtu është.
Jo, që shpesh nuk dalmi, po për nevojë shpesë që ku dalmi. Morën blim në shpesh në patate, lakën që do. Qa ka nevojë për shpesë, që do, në sen që kështë. Ka dhe për markete, po pak edhe vizitojmë në kam, me dikon vizitojmë, shimi ka pak, frullmi ka pak, e qështë, me upku ka pak. Tarna tëna, jetë nolda pak, po qa me bo ata në të hjek, ata pa hjekin, po nuk u kalaj me përnu, se në gjërë farkuhe, farësene, po qa me bo. Si vjetë ka morë thatësin, për ta ka morë shumë shtirë. Edhe për neve shtirë, po mirë, ja kalem dhe qysh, kështë edhe ja kalu dhe qysh. Kom dalë në treg me bledh, që shtos që si domate, speca, pem, perime, që shto. Sa shpesh vjeni këtu? Vëllaj, me thonë, gjdo javë jo, gjdo 2 javë, që shto. Qmimet ashtu, që jenë bashkëreole, po duhet me ble. Në tregun e Fushë Kosovës janë të përfshirë tregtar edhe nga komunitetet. Për ta, ky treg është një ndihmë e madhe për të siguruar të ardhurat familjare.